Këta janë gjunahet mëdha bidatit. Padyshim që po vëllezër, gjunahet mos si lloj, sikur bidatit mos si gjunahet tjera që nuk janë bidat, të gjitha janë gjunahe. Mos bindet ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa vëllezër, disa gjunahe që dinë janë më të mëdha se disa tjera. Mirë, po si lloj i mëkatit i gjunahut, bidati është më i madh se sa gjunahet tjera. Pse vëllezër? Se zakonisht njeri pse bën gjuna, pse bën bidat? Pse mendon që feja çka ende ka nevojë për plotësim. Po ende nuk është plotësuar tash ti sikur po e merr rolin e plotësimit të fesë. E kjo është një prej rrezikeve më të mëdha të bidatit vetë. Edhe pse ai që bën bidat ai thotë unë nuk e kam për qëllim ta, mirë po, kjo nën kuptohet nga bidati, siç e kanë përmend këto dietar. Po ekzistimi i bidatit apo veprimi i bidatit çon tek kjo vëllazër, patjetër. Po që ti tash sikur po pretendon se në fe pas ka hala diçka të mirë që nuk ne ka sqaruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk ka përmbyll feja me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ti tash po e merr rolin e çka të reformuesit fesë apo plotësuesit fesë. E shkjo mjafton vëllezër që me tregu se bidati është prej gjunave më të mëdha. Tjetra, njeri vëllezër kur bën bidat mendon se është duke ju afruar Allahut subhanahu wa taala, duke çka e adhuruar Allahun me këtë bidat. E njeri zakonisht kur e bën një punë tillë nuk pendohet për asaj pune. Pse se është duke mendon se është duke bërë diçka mirë. Është duke kënaqur Allahun, është duke afruar te Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk i shkon mendja fare çka me u pendu për atij gjuna. Ndryshe nga njeri i cili bën gjuna vëllazër, pa parasysh janë të mëdha të vogla. Ai e din se është u bë çka gjuna. Edhe din se domethënë Allahu nuk është i kënaqur me atë vepër ti. E din se është duke zemruar Allahun, e din se kjo vepër e largon prej Allahut. Kështu që ai, do thonë, është mes frikës. Edhe ndoshta shpresohet për to që mu pendu prej asaj vepre. Kurse rreziku i gjunave është shikoj se mbyllet, ja mbyll njeri vetë derën e pendimit. Qysh? Thonë se mendon që është duke bërë mirë. Edhe e arrin gjendja pastaj në vdekjen atë gjendje, Allahu na. Kështu dy gjëra vëllezër na sqarojnë të rrezikshmërinë e bidatit, tregojnë se bidati është gjuna shumë i madh. Pastaj kemi bidate vëllezër në akide. Po kemi bidate në adhurime. E bidatet në akide, më që prekin aspektin teorik, sikur në emrat, cilësitë e Allahut, apo çështjet që ndërlidhen me çështjet e ghaibit, siç jemi duke shpjeguar në këtë libër, këto janë gjuna hala më të mëdha se gjunat në adhurim. Madje disa bidate vëllezër në akide mundën me e çuar njerin drejt në kufër. Po me nxjerr njerin drejt prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. E kjo për këtë aspekt të tregon një rrezikshmëri tjetër të bidateve. Pastaj janë domthonë këto bidatet në adhurime, ma shpiket që njerëzit i kanë bërë që nuk kanë bazë në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose kanë parimisht bazë mirë po kanë shtu domethënë gjana apo kanë hjek gjana.